ushtri e pajisur mirë, e drejtuar mirë, me armatim modern, dhe duke patur dhe një aleancë, duhet të vej rreth 100.000 vetë për kapacitetet tona, dhe kemi mundësi t'i mbajmë, t'i përgatisim. Mundet mos jenë të gjithë aktiv, do mash aktiv një pjesë të vogël. Do kesh rezervist, po të dihet se kush është rezervist dhe çfarë do bëjë ky rezervist. Do vej të përgatitet një herë pa një periudhë të caktuar gjatë vitit, duhet di ku e ka armatimi, ku do furnizohet, ku do vishet, ku do ushqehet, të gjitha këto të vejnë në vendin e caktuar dhe të kryejnë detyrë të caktuar. Marrim Zvicrën. Zvicra është një vend asianës, neutral, i mbrojtur nga të gjithë komunitetet ndërkombëtare, nga të gjitha, nuk e prek njeri. Ka një ushtri 250.000 vetë. Sot, që po flasim ne bashkë, 250.000 veta, rezervist dhe aktiv. Kush e kërcënon, kush e trëm, kush e shqetëson, Zvicër asnjë. Pse i mban këtë ushtri? Dhe atje ai rezervisti e ka çantën e shpinës në shtëpi, ose në vendin e punës. Që në një rast rreziku ose alarmi ose kërkese që bën shteti, ai merret, vishet dhe shkon në vendin e caktuar. Pse Zvicra e ka? Që ka gjithë ato kushte mbrojtëse e tjera, ka dhe një pasuri të madhe që mund ta mbajë këtë ushtri, dhe ne s'duhet kemi. Po jemi mëshirë të fatit tani, do themi ne ore do vinë ata të NATO apo jo, çfarë. Megjithatë Kosova është një hap më përpara nesh. Me sa duket të jashtëm. Kosova është duket sigurisht pak më përpara sepse aty kemi një bazë amerikane, që është bazë amerikane, jo e NATO-s, në Terizëm. Janë ca baza një çik më të vogla të KFOR-it të NATO-s, domethënë që menaxhohen nga Evropa, dhe janë ato që japin një figurë mbrojtëse, një aureol mbrojtëse Kosovës. Plus që Kosova tani ka përgatitur dhe ato forcat policore, forca speciale të afta për të kryer veprimet që i duan policore. Në këtë rast edhe është krijuar ideja që ka një aftësi të mirë mbrojtëse. Por nuk janë këto, sepse në një moment, nëse nesër pas nesër NATO do shpërbëhet, aty do ngel vetëm baza amerikane. Nuk është NATO se. Ajo mund të jetë simbol dhe mbështetje edhe për të dhënë kurajë, edhe për të trembur të tjerë që mos ndërhyjnë aty se jam unë. Po në fundit nuk mjafton kjo. Pra ato që shohim ne kur bëjnë një stërvitje, ato forcat speciale, ato janë pak. Janë aq pak sa në një moment vështirë ato s'bëjnë dot asgjë. Sepse në një luftë moderne, tani sa të gjesh ti ku e ke aleatin, ku e ke atë me këto lidhje që të marrësh vendimet, ndesh parlamentin e tjerë, të kanë fshirë në faqe dhe. Kështu që ne duhet të kemi një strategji të përbashkët kombëtare, se do mbrosh edhe komunitetin tonë që kanë në Maqedoni apo në Maldëzi, se edhe ato mundin të ndështrohen masakrave. Se si, atë nuk e di njeri, se si mund të zhvillohen ngjarjet nesër pas nesër. Sepse korpusi holandez ishte në Bosnjë atje, po për 3 ditë ndodhi masakra e Srebrenicës, ku serbët vranë 8.000 veta. Mu përpara të gjithë atyre europianëve të nderuar aty. Edhe pastaj nuk kishin idenë që pse ndodhi ky, ndodhi etj. Ndodhi në zemër të Evropës. Kush garanton që nesër pas nesër nuk mund të ndodhin këto edhe në një vend tjetër? Apo edhe ne, domethënë i lutemi Zotit mos na ndodhi, po me lutje nuk bëhet kjo punë. Bëhet me masa konkrete. Zoti Abile, me çfarë fjalësh edhe me çfarë mesazhesh do ta mbyllit për qytetarët dhe për pushtetarët? Unë në lidhje me pushtetarët janë skeptik, sepse është pushteti dhe politika që e ka sjell Shqipërinë në këtë drejtë. Kemi fare pa imunitet mbrojtës. Politika ka bërë pjesën e vet,
në lidhje me çështje ndërkombëtare e tjera, probleme të tjera të brendshme se Shqipëria ka plot. Po ka lënë pas dore këtë mbrojtjen e vendit. Mbrojtja e vendit është trupi imun për të mbrojtur organizmin. Pra, pushtetarët nuk janë shumë të interesuar ose nuk e kanë shfaqur këtë, nuk kanë vepruar në interes të mbrojtjes së kombit. Fare. Ndërsa qytetari nuk duhet, për mua, nuk duhet të harroj që ka një detyrë qytetare për ruajtjen e vendit të tij. Çdo kom në botë e ka këtë detyrë. Çdo qytetar duhet të jetë ushtar në një moment të caktuar. Ndërsa tek ne, nga ana psikologjike, sot është e pamundur që të gjesh qytetarët që t'i vej mendja, sepse nesër pas nesër mund të përplaset dhe të përfundoj te një njeri me uniforme me një pushk në dorë të mbrojtur vendin. Dhe kjo është pasojë e politikës dhe problemeve të tjera që kemi kaluar neve, po është pasojë në rast parë e politikës që ka të abandonuar çdo ide dhe çdo veprim në interes të mbrojtjes së vendit. Zotë Abile, unë falenderoj shumë për gjithë analizën e detajuar, ishte shumë kënaqësi që zhvilluam këtë tetë, e cila është e dyta, shpresoj që në vijim të mos i komunikoj sërish me ju për këto probleme dhe shpresoj që ata që marrin vendimet na dëgjojnë, ju dëgjojnë. Faleminderit për bashkëpunimin dhe le të takohemi edhe herë të tjera për të diskutuar për situatat.